UEFA ka publikuar shifrat zyrtare të fitimeve të klubeve nga shitja e biletave në top 5 ligat evropiane. Janë 25 klube që kanë arkëtuar më së shumti në Evropë. Në krye qëndrojnë mbretërit e futbollit, Real Madridi si skuadra më e shikuar në botë me 7.9 milion euro. Pas tyre vijnë Paris Saint-Germain 6.7 milion euro, Arsenali 6.1 milion euro, Bayern Munich 5.9 milion euro dhe Barcelona me 5.4 milion euro. Anglia dominon me Tottenham 5.2 milion euro, Manchester United 5.2 gjithashtu, Liverpooli me 5.1, ndërsa Chelsea 3.7 milion euro. Në mesin e orë, Stuttgart dhe Manchester City me 3.4 milion euro, Interi 3.2 milion euro, Galatasaray me 3.1 milion euro, Atletico Madrid 3.1 dhe Marseille 3.1 milion euro. Befasia më e madhe, Milani me vetëm 2.9 milion euro, pas West Ham United me 2.6 dhe Juventusi gjithashtu me 2.6 milion euro. Më tej, Aston Villa dhe Newcastle United me 2.5 milion euro. Eintracht Frankfurt me 2.4 milion euro. Lista mbyllet me Fenerbahçe me 2.3 milion euro, Borussia Dortmund me 2.3 milion euro dhe Celtic 2.2 milion euro, ndërsa Roma 2.2 milion euro. Futbolli vazhdon të mbetet spektakël global, ndërsa tifozët janë fuqia e vërtet financiare.